Jo vetëm shtetasit e Maqedonisë së Veriut, por edhe çdo vizitor tjetër që përdor doganën e Blllatës për të hyrë në vendin tonë përballet direkt me një pamje të shëmtuar të rrugës që nis pikërisht aty ku është vendosur tabela Republika e Shqipërisë. Deri te kjo tabelë, rruga në shtetin Fqinjë është shumë e mirë, ndërsa pamja më pas drejt doganës tonë është sa trishtuese, aq edhe e turpshme. Janë jo më shumë se 300 metra lineare rrugë e cila është në gjendje të degraduar dhe përgjithësi është e shtetit shqiptar. Drejtuesit e automjeteve që lëvizin në drejtim të Shqipërisë thonë se kjo pamje me të cilën përballet kushdo që hyn në shtetin tonë nëpërmjet pikës doganore të Blllatës është një turp i madh, ndërsa problemi është edhe për automjetet për shkak të grupave të shumta që kanë në të gjithë rrugën. Bëhet fjalë për zonën neutrale mes dy pikave doganore që ndahet përgjysmë mes dy shteteve. Po duhet asfaltohet, duhet vendoset një farë rregullit, si mos e qenë asfalti kështu, më rregullu. Pa faqe e zezë, pjesë Maqedonisë të gjëmë, duhet merren masa shtrohet të ma mëjë se ajo top, Maqedonisë ka 500 herë ma mëjë se na, vetëm 300 metra rrugë janë. Mëjër është me rregullu, për zotin. Vetë pjesën këtu, doganë, dhe me thanë që jenë ditë ndërmjet dy doganët. Po, të shtë nuk e di kush e ka, ana jone ka Shqipëria për të rregullu këtu, duhet me rregullu. Duke s'ky me prej me thikë, po, çashtu është. Faktikisht duhet me rregullu, duhet ta bëjnë. Punë dyshim edhe këtë me ushtrëngu me vetë familjarët e bëjnë këtë punë, jo shteti. Kjo rruga duhet cop. Ku del Maqedonia, rruga më e mirë se Shqipëri. Pjesa Maqedonisë është më e mirë se sa pjesa shqiptare, një 500 metër është asfaltuar me grëpa. E prishim në makinat, sa herë si vim prishim makinat, prishim duhet me rregullu. Unë jam zëndës këtu në Shqipëri si 32 vjetë që këtë rrugë e kom taku. Pa, ndoshta ato e kanë rregullu më para, për në kjo dhe rregullohet, ama duhet më bo. Me ndërtimin e rrugës së Arbrit, kjo pikë doganore është kthyer në një arterje të rëndësishme për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut që duan të vizitojnë vendin tonë, por edhe turistëve të shumë që vijnë nga shtete të tjera si nga Bullgaria.